u mundu me u bo një lloj propagande tajna, duke u mundu me thojza, me pushnu punën tonë, edhe koreksin tonë, duke thonë që ti nuk e qenë korrekt ndaj zonjës në fjalë. A mendon që ka qenë propagandë mediatike paguar nga ex konkurentja për ty, apo pse erdhi deri në atë pikë sa me dëshmu që e ke pagu, je korrekt me letra, me gjithë shka? Këqyra, ato nuk muj me dit, veç mujna me supozu, po me gjithë respektin për zonjën e nderuar, unë ju më kallzu mëse korekte me ato edhe me producentin edhe me tekst shkruesin, do me thonë, kom dosh me marrë një leje, edhe kom pranu çfarë do të lloj kushti që ata ma kishin ndonë. Kushtet janë ndonë, edhe nuk është, edhe kena bo me kontrat, i kom të gjitha faktet për që nesër mas nesër me ndodh një diçka që ka ndodh tash, me pas një fakt edhe kom bo mirë. Se unë kom qef, unë edhe ekipa jem kena qef shumë mi pas gjithçka me kontrata, mi pas dokumentet në rregull, edhe kërkujt mos m'ja marr hakin që sa ta lyp, jo, do me thonë, edhe dyqysh këngë popullore, zakonisht i kënon kusht munët në përgjithësi. Do me thonë këngë popullore të vjetra, me të kallzu drejt kur sidomos këngëtarët e popullores, unë deri sa e ke knutin, mos me të rrejt drejt me të kallzu. Këngëtarët e popullores i kënojnë këngët e njëri tjetrit. Edhe kërkush nuk merr leje për njëri tjetrit. Unë kom marr leje, i kom lyp çfarë kushte kanë që m'ja plotsu krejt kushtet, edhe ju munu respektin më të madh edhe për zonjën, edhe për zotrien Verin, që është producenti i kongës, me të cilin kena komuniku ma drejt për drejt, edhe ekipa jem fakt ka komuniku me ta, unë s'kom komuniku. Edhe në fillim kur ka dalë konga, gjithçka u konë në rregull, zonja ka dalë në për intervista edhe u konë gjithçka në rregull, pastaj mas një viti nuk e di që ndodhi që s'kemo në rregull. I ka thonë ai kush ka marrë parë shumë non. Jo, po bravo. Nuk kam nuk po du me fol ma shumë se që është fakti. E vërtet.